historitë vërteta në mes Tiranës. Kur bën familje, duhet dalës më vete. Shiko, unë mendoj që arsyeja, një nga arsyet më të shpeshta, pse ka probleme në familje, është sepse çiftet nuk dalin dot në bashkëjetesë. Jo, nuk bëhet ajo. Kështu që... Ajo nuk bëhet. Po futën hundët 124 veta? Ja. Po shpirt. Nuk ecën asgjë. Nëse nuk del bashkëjetesë, s'u kenë rregull po. Ose duhet jetë burri shumë shtyllë e fortë. Po është këtu brenda. Duhet jetë shumë shtyllë e fortë, po shumë rrallë. Është këtu brenda, 30 veta, nga një llap 30. O, ju o vllovish duhet mu orientu me familje, mi dit punët e veta që se cili pozicionin e vet. Edhe qau o bab, me kom t'ljumtur. Kanë zje më shpirë, prandaj kanë fikur, kanë zjerë, janë bërë llaqë. Po, ani den rregull fal. Mu kuptu një unë me tjetër me që mirë, edhe kryet. Për shembull, kur baba i thët djalit, djali jam, nuk shas për një gane sana, mi thonë bab, me ull, bab, në zbog kështu, së si le mirë kjo. Koptëm. Po, me ditë me shkoll edhe prindi mos mërzitet. Po, bravo dhe prindi mos mërzitet edhe ajo, edhe jenë rregull, e qënë mirë. Në teori janë bukur të qatë gjitha minut që thu, ti bab, shko anena e ka dhe ti tjetra, aty vë që bën edhe ma probleme, kryon probleme, vëllo. Në teori janë bukur të gjitha këto po të fjallë. S'ka me të kesh, vish me fjallë. Kërkun, me të kesh, kërkun nuk ka shku, kur?